Floridin Osmanaj është emëruar gjykatës në prill të vitit 2025, si rrjedhoi i njëjti është ende në mandatin e tij fillestar. Para se të marrë mandatin prej gjykatësi, Osmanaj kishte punuar në pozitën e bashkëpunëtorit profesional në po të njëjtën gjykatë. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një përgjigje për kënd nga gjykatësi Osmanaj, mirë po i njëjti nuk është përgjigjur. Më në 19 janar kur ka ndodhur rasti i dhunës familjet e Axha i Juj, pse keni kërku urdhër policor me pas polic për me hy në opor? A mundesh më na dregu pse keni shku në stacion policor edhe keni tentu me taku djalin Axhës Juj, po e di që është i arrestuar. Lidhur me situatën, betimi për drejtësi ka kërkuar përgjigje edhe nga kryetarja e gjykatës Shpresa Emra. Kryetarja Emra në përgjigjen e saj ka thënë të jetë njoftuar për rastin nga vetë gjykatësi Osmanaj, ndërsa ka konfirmuar se ka filluar procedurën disciplinore ndaj gjykatësit Osmanaj, mirë po në ka treguar nëse këtë ka bërë pas interesimit të betimit për drejtësi. Mëtutja në cilësinë e autoritetit kompetent kanë filluar procedurën disiplinore ndaj gjyqtarit për të vërtetuar se ka pasur elemente shkeljeve disiplinore për gjyqtarët sipas ninit 5, paragrafit 2 të ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe brenda 30 ditëve pas mbledhjes së provave dhe informatave, si autoritet kompetent do të vlerësojnë veprimet e mëtutjeshme.